Dy persona të moshës 52 dhe 56 vjeçare kanë përfunduar në paraburgim në ndyshim se kanë rrëmbyer dy persona të tjerë, njëri prej të cilëve i moshës së mitur. Të dyshuarit sipas SPB Tetov me dhunë i kanë futur të dëmtuarit në makinë dhe më pas kanë filluar t'i rrahin. Personin XD 56 vjet nga fshati Gajri i Tetovës dhe personin LD 52 nga Tetova. Të njëjtit kanë qenë të raportuar nga ZJ 39 vjeç nga Xhepçishti, se një ditë më parë kanë futur me dhunë në automjetin e tyre BMW X5 djalin e saj të mitur dhe në vetur e kanë sulmuar fizikisht dhe gjatë sulmit kanë përdorur mjete të forta. Gjithashtu, për të njëjtën vepër kanë qenë të raportuar edhe nga personi BSH 24 vjeç nga Tetova, se të njëjtit në një rrugë në qytetin e Tetovës e kanë marrë me automjet dhe e kanë sulmuar fizikisht brenda automjetit, kështu që i njëjti ka patur sukses dhe ka ikur prej tyre. Mirë po, në të dyja rastet, gjatë tentimit për ikje, të njëjtit kanë treguar edhe armë zjarri, pra pistolet. Në lidhje me motivet e rrëmbimit, prokuroria njofton se të dyshuarit fillimisht me forcë kanë futur në automjetin e tyre 24 vjeçarin dhe kanë filluar ta rrahin duke kërkuar që i dëmtuari t'u tregojë se kush ka marrë para nga vajza e njërit prej tyre. I dëmtuari u ka treguar dy persona dhe adresat e tyre. Derisa janë vënë në kërkim të gjetjes së personave, i dëmtuari u ka ikur nga automjeti. Megjithatë, të dyshuarit të njëjtën ditë kanë rrëmbyer personin që u ka treguar i dëmtuari, respektivisht 16 vjeçarin, të cilin sikur në rastin e parë e kanë futur me forcë në makinën e tyre, ndërsa duke goditur me grushte kanë kërkuar të tregojë pse i ka rrahur vajzën e njërit prej tyre. 16 vjeçarit i kanë marrë telefonin celular dhe kanë detyruar ta hap që t'i lexojnë mesazhet, ndërsa më pas në parking e kanë nxjerrë nga automjeti dhe kanë vazhduar ta godasin me grushte dhe shufer metali, derisa në një moment i mituri ka arritur që t'u ikë të dyshuarve. Të dyshuarit do të ndiqen për veprën penale rrëmbim sipas nenit 141 të kodit penal, me të cilin parashikohet dënim me burg deri në 10 vjet. Për shkak të plotësimit të kushteve ligjore, prokuroria ka propozuar caktimin e masës së paraburgimit.